Benita debaton me kushtrimin me një ton të ngritur, duke u dukur se më në fund ka arritur pikën ku nuk mban më brenda asgjë. Ajo i thot hapur se nuk është dhe nuk ka qenë kur opsioni i dytë i askujt, e aq më pak i tij. Sipas saj, mënyra si është sjell kushtrimi kohët e fundit e ka bërë të kuptoj se ai nuk ka qenë i sinqert dhe se ajo nuk mund të vazhdoj të pëlqej dikë që, sipas saj, luan me ndjenjat dhe me situatat brenda shtëpisë. Benita, e irrituar dhe e lënduar njëkohësisht, shprehet se ndjenjat e saj kanë ndryshuar dhe se ajo nuk ka më interes për të, duke e cilësuar kushtrimin si një djalë të keq, dikë që nuk i jep siguri dhe që i duket i paqëndrueshëm në sjellje. Ajo i tregon se nuk don të ndjehet e përdorur apo e vendosur si zgjedhje e dytë dhe se meriton respekt. Nga ana tjetër, kushtrimi mundohet të ruajë qetësinë dhe përpiqet t'i shpjegojë se ajo ka keq interpretuar disa situata, duke i thënë se ai nuk ka dashur asnjëherë ta lëndojë. Ai i afrohet, duke u përpjekur ta bindë se gjërat nuk janë aq të zeza sa ajo po i paraqet dhe se ai thjesht është përfshirë në disa keqkuptime që kanë ndodhur mes tyre dhe banorëve të tjerë. Benita, megjithatë, vazhdon të ndihet e zhgënjur, ndërsa kushtrimi përpiqet t'i japë sqarime dhe të kuptojë pse situata ka dalë kaq jashtë kontrollit. Në shtëpi ndihet një tension i madh, dhe banorët e tjerë e vërejnë që mes tyre po ndodh diçka serioze, ndërsa debati sa vjen e nxehet më shumë.